Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të flasim për pavarësinë ekonomike të grave dhe dhunën me bazë gjinore. Integrimi ekonomik i grave vazhdon të mbetet sfidë në vendin tonë. Shkalla e ulët e punësimit, edukimit dhe posedimit të pronave ndikon që gratë të varen ekonomikisht nga burrat apo familjet e tyre. Varësia ekonomike e grave ndikon në uljen e efektivitetit të çfarëdo përpjekjeje për parandalimin e dhunës me bazë gjinore, për arsye se gratë shpesh zgjedhin ambientin e dhunës si alternativë ndaj varfërisë dhe luftës për mbijetesë. Ka raste kur gratë e strehuara me strehimore vendosin të kthehen tek partnerët të cilët ushtrojnë dhunë ndaj tyre, për arsye se nuk mund të sigurojnë mbijetesën. Sonte do të flasim për këtë temë me mysafirët e mi të cilët janë Zonja Nita Shala, Zavendës Ministre e Drejtësisë. Mirë se keni ardhur. Përshëndetje Betim, faleminderit për ftesën. Është zonja Eliza Hoxha, deputete e Kuvendit të Republikës Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit. Është zonja Erblina Dina Rama, drejtoresh në strehimorën Shtëpia e Sigurt në Gjakov. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Dhe është kolegja ime, hulumtuese e lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, zonja Arrita Rëzniqi. Mirë se keni ardhur. Si zakonisht, me ne sonte janë edhe studentët e vitit fundit të Fakultetit Juridik, të cilët do të kenë mundësi që gjatë emisionit të parashtrojnë pyetje për panelistët. Mirë se keni ardhur. Atëherë po filloj me ju, zonja Shala. Trajtimi i rasteve të dhunës në familje vazhdon të mbetet sfidë për shoqërinë, për institucionet publike, në këtë rast sidomos për institucionet e drejtësisë dhe sigurisë. Varësia ekonomike e grave kemi pa që po ndikon në uljen e efektivitetit të çfarëdo përpjekje në parandalimin e dhunës me bazë gjinore. Çfarë është bërë konkretisht që të adresohet problemi i varësisë ekonomike të grave që janë viktima të dhunës në familje? Po, Betim, fatkeqësisht përballemi me një fenomen i cili është endemik në shoqërinë tonë. Dhuna në familje po shifet gjithmonë më shumë, çdo ditë më shumë, se sa e thellë është dhe se sa prezente është në mes nesh. Në qoftë se shikojmë raportimet e rasteve të dhunës në familje, që nga viti 2019 ne kemi si vepër penale të posaçme dhunën në familje, dhe në një farë forme kriminalizimi i kësaj sjellje ka çuar edhe në raportim, edhe në mundësi që nga ana e institucioneve të mund të përgjigjen karshi rasteve të tilla. Përkundër kësaj, është vënë re që paçka se ka numër të lartë të rasteve të raportuara të dhunës në familje, çalojmë, institucionet çalojnë aspektin e përgjigjes në rastet përgjigjes së drejtë në rastet e dhunës në familje, dhe në anën tjetër studimet e mirëfillta na japin indicie për një numër të lartë të kriminalitetit të errët, praktikisht të rasteve të cilat nuk janë të raportuara të dhunës në familje. Për sa i takon këtij fenomeni, marr parasysh prezencën e lartë, marr parasysh rëndësinë, domosdoshmërinë për të dhënë një zgjidhje, në këtë mandat qeverisës e kemi parashikuar si prioritet qeveritar. Një nga 5 prioritetet e Ministrisë së Drejtësisë është edhe parandalimi dhe adresimi i dhunës ndaj grave, dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore. Në realizim të këtij objektivi strategjik, jemi duke punuar në disa fronte. E para, duke rritur përgjigjen e drejtë institucionale karshi rasteve të dhunës në familje, qoftë për sa i takon sferës kriminalizimit ose përgjigjes nga ana e drejtësisë penale, por edhe përgjigjes në aspektin social që duhet t'i japim këtij fenomeni, duke mbajtur të mbjetuarin e dhunës në familje në qendër të vëmendjes për ta trajtuar edhe për ta fuqizuar. Për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, për sa i takon fuqizimit ekonomik, mendoj që profilizimi më i drejtë bëhet tek strategjia për mbrojtje nga dhuna në familje. Në cilësinë e koordinatorës... A ka diçka konkrete këtu që parashihet për adresimin e këtij problemi?
Po, praktikisht, strategjia nacionale, tashmë është finalizuar drafti. Unë e drejtoj grupin punues, për gjatë muajve të kaluar kemi punuar intensivisht në hartimin e një strategjie cila përmban masa dhe aktivitete konkrete të cilat synojnë fuqizimin e të mbjetuarit të dhunës në familje, si dhe ndërmarrjen e masave të tjera për të adresuar qoftë parandalimin po edhe përgjigjen institucionale të rasteve të dhunës në familje. Si për shembull, çfarë janë masat konkrete? Masat konkrete për sa i takon fuqizimit ekonomik janë mbi 10 masa, të cilat kanë të bëjnë së pari me profilizimin e ekspertëve, profesionistëve që ofrojnë shërbime reintegrimi për të mbjetuarat e dhunës në familje. Në këtë aspekt flasim për strehimoret ose OJC të tjera, të cilat parashihet që të ndihmojnë fuqizimin e grave. Në anën tjetër, do të krijohet një databazë me të dhënat e të mbjetuarave të dhunës në familje, me qëllim identifikimi të aftësive, skillseve që kanë dhe për më shumë specifikimin, kalimin e tyre përmes trajnimeve të specializuara për t'u dhënë një zanat, në mënyrë që ato të forcohen ekonomikisht dhe në këtë mënyrë të pavarësohen dhe pavarësimi ekonomik mendohet e konsiderojmë që do të ndihmojë edhe të dalë nga kjo vorbulla e dhunës në familje. Në anën tjetër, një aktivitet në strategji është edhe ai që ka të bëjë me nxitjen e partneritetit publiko-privat për të gjetur opsione pune të mbjetuarave të tilla, të mbjetuarave të dhunës. Krijimi për më shumë i programeve mbështetëse, trajnimi për to, si dhe në anën tjetër edhe subvencionimi i ideve që kanë të bëjnë me krijimin e bizneseve të vogla ose krijimin e kësaj entrepreneurship të grave, domethënë fuqizim në një farë forme fuqizimin në mënyrë që të mund të hapin një biznes tyre që të fuqizohen ekonomikisht. Do me thonë, unë të listova disa nga këto. Do të flasim me siguri konkretisht në detaje nëse cilën. Pa tjetër, sepse kena nevojë me ditë shumë konkretisht çka pas edhe përveç këtyre aktiviteteve, cili do t'jetë rezultati i tyre, sepse deri tash nuk është që ka pas në shtatë mungesë të politikave, strategjive, po që kemi pas shumë probleme të mungesa e konkretizimit tyre dhe zbatimit në praktikë. Po besoj gjatë emisionit do të kemi mundësi që t'i shtjellojmë. Zonja Hoxha, ju jeni deputete dhe antare Komisionit për të drejtat e njeriut barazi gjinore në Kuvendin e Kosovës. Sipas jush, si qëndrojnë politikat, ligjet, por edhe zbatimi tyre në praktikë për sa i takon pra këtij problemi të varësisë ekonomike të grave, cilat janë viktima të dhunës në familje, dhunës me bazë gjinore. Përshëndetje edhe një herë. Fillimisht faleminderit për ftesën edhe për hapjen e një teme që në fakt po e shohim, po e ndjejmë dhe po ballafaqohemi thujse shumë shpesh dhe që po mbetet si një farë reagimi i shkurt traditor i të gjithë neve si akter në jetën publike. Ne në kuptimin e ligjvënies, më thonë që mund të flasun si një antare e re e këtij komisioni dhe jo me një sfond të pasur të aspektit të aktivizmit tim në hartimin e politikave dhe ligjeve në këtë fushë. Ajo që më gëzon është fakti që me qenë se në legislaturën e kaluar Kosova u bën nënshkruese e Konventës së Stambollit, këto kohë kemi punuar bashkarisht jo vetëm Komisioni për të drejtat e njeriut, grupi grave deputete, por edhe akteret e tjerë civil, organizatat e shoqërisë civile në një proces të gjatë të plotësimit të bazës ligjore, domethënë për ligjin kundër dhunës në familje, me në harmonizim me Konventën e Stambollit, por edhe me krejt komentet të cilat janë dhënë, domethënë nga akterët e fushave të ndryshme dhe organizatat apo edhe strehimoret, domethënë akterët e tjerë që janë përgjegjës në këtë drejtim, po ashtu edhe institucionet e drejtësisë dhe të policisë. Ajo që hasim kushtimisht e thatë edhe ju, në fakt nuk është se nuk ka pasur një bazë ligjore. Ndoshta krimi si i tillë, aspekti dhunës seksuale, dhunës në familje, në përgjithësi çfarëdo forme qoftë fizike, psiqike, dhunës ekonomike, por edhe seksuale, ndoshta nuk është njohur si krim si i tillë dikur, nuk është ndëshkuar dhe vazhdon të mos ndëshkohet ndoshta edhe me masat e duhura, sepse kemi raste kur shumë nga akterët janë liruar dhe pastaj kanë kryer krimin, domethënë pasi që kanë kaluar në një proces, kanë mbajtur, domethënë kanë qenë peng i sistemit dhe kanë mbajtur
mbajtur dënimin dhe janë liruar dhe më pas kanë kryer veprën, janë rikthyer dhunës. Mendoj që po, ideja e aspektit të plotësimit të zbrastirave ligjore, ose edhe diskrepancave që mund t'jenë nga se ka ligji që janë hartuar shumë moti, dhe si në këtë rast, për shkak të Konventit në Stambollit, plotësohet ligji për dhunën në familje, por edhe ligjet e tjera që lidhen me drejtësinë dhe me organet e rendit të drejtësisë në përgjithësi, duhet kemi një harmonizim për shkak të edhe agjendave dhe konventave ndërkombëtare që duhet i harmonizojmë në to. Do të thonë strategji, kush më e mirë, kush me më shumë, do të thonë fokus e kush me më pak, gjithmonë ka pas, ne nuk si Kosovë shquhemi që kemi pas bagi dokumente në kuptimin e ligjeve, nuk është se jemi keq, por që te zbatueshmëria atyre, do të thonë gjithmonë ka dikun një hallk, një zbrasti që ose e pengon procesin ose le një hapësirë, do të thonë për tu keq përdorur, do të thonë ai proces qoftë nga organet e shtetit ndonjëherë, qoftë edhe nga vetë dorasit, do të thonë në anën tjetër. Andaj këtu duhet ta shikojmë procesin si një fartërsie, edhe nga aspekti i ligjvënies, por edhe nga aspekti i zbatimit, do të thonë, të ligjeve se ku qalojnë ato. Dhe këtu besoj që duhet një farë harmonizimi më i madh edhe me qeverinë, do të thonë që thjesht ta shohim në një spektër më të gjatë. Sa i përket dhunës ekonomike. Ka një farë baze diku, se ju e përmendet në fillim, aspekti i punësimit, aspekti i arsimimit, çështje të shumta, ne vazhdojmë me pas familje, sidomos në zonat e thella ku nëse duhet vendoset për shkollimin e një fëmije, zakonisht prioritet i jepet djalit në familje para vajzës, se vajza vazhdon të duket si dikush që e lë shtëpinë dhe shkon në një shtëpi tjetër. Dhe në këtë pikë besoj që ne kemi pasur ngritje. Unë vetë jam pjesë e universitetit dhe shoh që në aspektin e arsimimit, do të thonë, vetëm në profesionin e arkitekturës, ndonjëherë kemi gjenerata ku ka më shumë vajza se sa djem. Por në momentin që dalin në tregun e punës, kjo amplitudë bie poshtë ose mos them ngritet lart në favor të djemve ose burrave dhe jo në favor të vajzave. Sidomos për profesione specifike që në fakt vazhdojnë me qenë shumë maskuline në kuptimin e veprimit edhe të përfaqësimit. Dhe kjo nuk është vetëm profesionin e arkitektes, po edhe në profesionet të tjera. Besoj që duhet thyhen tabut, paragjykimet dhe punët në teren janë më të vrashta. Andaj gratë shumta të cilat ose nuk gjenerojnë mjaftueshëm për ta mirëmbajtur veten, nëse kam probleme të tilla dhe dëshirojnë të shkëputen nga ai habitat i dhunshëm në cilin jetojnë, ose edhe gra që nuk kanë fare marrëdhënie pune, normalisht që pastaj dhuna ekonomike, mendoj që për te stadeve pa desh me justifiku asnjë lloj të dhunës, bëhet pengu i tyre, që mos mundin me lëviz dhe me bo një vendim të madh për jetën e tyre. Dhe këtu kemi shumë raste, sepse nëse mandi është prona që e përmendet. Do më thonë ku vetëm nëse zgaboj 14% e krejt grave në Kosovë posedojnë një prona në emrin e tyre. Pavarësisht ligjit që ekziston, pavarësisht do më thonë një mënyrë të re të shikimit edhe të marrëdhënieve shoqërore edhe në familje dhe krejt, në fund fare prap se prap. Jo vetëm në familje ndoshta ekskluzivisht tradicionale, por edhe në familjet që shquhen, do më thonë, të jenë përparimtare, kur vije punat e prona, gjithmonë prioritet në shumë raste i jepet djemve. Ose vajzat ose motrat në këtë rast heqin dorë thuajse me dëshirën e tyre, do të thonë nga vetë prona e tyre. Prandaj ka shumë çështje mund vjen mirë që ka një emision të tillë që ndoshta në një formë tjetër të fillojë të shpalos krejt këto hallka të cilat e ndikojnë këtë procesin e dhunës në forma të ndryshme dhe të kemi mundësi pastaj ta kuptojmë në cilin do rol që jemi, se ku duhet punojmë ma shumë. Dhe mbjen mirë që sot edhe te ligji për dhunën në familje, për shkak të Konventës së Stambollit nuk flitet më vetëm për masat të mbrojtëse ose për atë se çfarë duhet të bëhet, por më shumë fokusohet edhe në parandalimin. Çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri për ta parandaluar. Dhe këtu pastaj kemi diskutim të gjerë, e patëm rastin e fundit të vrasjes në Laush, një grua e cila e ka paralajmëruar, domethënë, e ka lajmëruar rastin në polici dhe në fakt për shkak të mosreagimit ose reagimit të vënshëm, ta them kushtimisht, sot nuk jeton më dhe këso raste kemi plot në praktikë. Faleminderit, sonte në fokus i kemi gratë të cilat detyrohen shpesh pra që të kthehen tek dhunuesi për shkak të mungesës së një zgjidhje dhe më pas do të konkretizohemi, por të ndalemi tash tek ju, zonja Dina Rama. Jeni drejtoreshë strehimores Shtëpia e Sigurt në Gjakov dhe prej përvojave të deri tashme.
cilat janë sfidat praktike, cilat ndërlidhen pra me gratë që janë viktimat dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Po, strehimorja në shtëpi është sigur që nga viti 2000 i strehon viktimat të dhunës në familje, gratë së bashku me fëmijët e tyre. Ndër sfidat kryesore ndër vite që e kanë ballafaquar funksionimin e strehimorës, normalisht që është buxheti apo financimi i shërbimeve brenda strehimorës, i cili viteve të fundit normalisht që ka pësuar ndryshime, domethënë është rritur dhe tani shërbimet sociale të cilat ne ofrojmë brenda në strehimore janë më të standardizuara, janë më cilësore dhe më efikase. Kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së financimit nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, tani që është Ministria e Transfereve, Financave, Punës dhe Transfereve. Po normalisht që sfida më e madhe ka qenë reintegrimi i viktimave të dhunës në familje. Ne në strehimorën tonë në rregulloren e brendshme e kemi domethënë deri në 6 muaj qëndrimi në strehimore të një viktime. Mirë po, ne asnjëherë nuk e kemi zbatuar këtë rregull, për arsye sepse ne asnjë grua nuk i kemi thënë që të ka kaluar fati i qëndrimit dhe tash më ja çel derën edhe shko ku të duash. Domethënë rastet tek ne qëndrojnë më gjatë për arsye se ne deri sot i bëhet zgjidhja më e mirë për integrimin e tyre. Kuptohet që me vetë dëshirën e saj, me vullnetin e saj, nëse ajo nuk do të më kthye te dhunuesi, ne gjejmë forma të ndryshme që ta reintegrojmë atë në shoqëri, o duke i paguar qiran me anë të projekteve të donatorëve që i kemi pasur në të kaluarën, që viteve të fundit jena në mungesë të donatorëve, për arsye se donatorët deklarojnë që dhuna në familje është problem i brendshëm dhe duhet të trajtohet nga organet qeveritare dhe komunale, mirëpo edhe me anë të komunave, sepse ne mbulojmë komunën e Malishevës, Ravecit dhe Gjakovës, ne jemi munduar edhe kemi arritur fuqizimin edhe reintegrimin e tyre në shoqëri. Jo në gjitha rastet dëshirojnë të reintegrohen, disa prej tyre kthehen edhe të dhunuesi, mirë po ka pas raste kur banesa është siguruar nga komuna për një periudhë 6 mujore, ka vitin e kaluar një grua ka marrë banimin social nga komuna e Gjakovës, ndërsa një tjetër i nën me 3 fëmijë e ka fitu banimin social nga komuna e Malishevës dhe normalisht që punësimi besoj që është sfida më e madhe, sepse gratë të cilat vinë në strehimore dhunën që e kanë përjetuar për vite me radhë. Dhe tani ta trajtosh së pari traumen të cilën e ka përjetu është proces i gjatë, edhe që kërkon kohë më të gjatë. Kështu që nuk mund ta reintegrosh një viktim mas 6 muaje, se është anomali dhe është e pamundur. Kështu që në këtë drejtim a ka diçka që ofrohet si mbështetje institucionale e jo përmes zgjidhjeve që mund t'i bëni ju ad hoc si organizatë që në një rast t'i bëni zgjidhje përmes një donatori ose një zgjidhje tjetër nështë edhe vetë me ju ndihmu viktima. Po a ka zgjidhje që ofrohet në mënyrë institucionale që mas 6 muajve këto viktima me pas mundësinë prapë më strehu, me pas mundësinë me pas një derë ku trokasin edhe bëjnë zgjidhje, e jo me pas alternativë prapë dhunuesin. Normalisht që ne kemi marrë këto masa për arsye që kemi pasur mungesë të mbështetjes të institucioneve. Ne kemi qendrën për aftësim profesional ku gratë ne i dërgojmë atje për trajnimin në kurse të ndryshme, ama diçka konkrete nga komuna, nga organet institucionale nuk ka pasur në reintegrimin e tyre. Unë e mendoj që nëse dën ta reintegrosh një viktim, duhet një pako e shërbimeve që duhet t'ia ofrojmë gruas. Jo vetëm punësimin e nuk ja ofru banimin, sepse ajo nuk është e pamundur në fillim, pasi që ta lëshon strehimorën, domethënë edhe del vendoset në një punë, e gjen një punë që ta paguaj banesën e qiran e banesës vet, sepse është shumë e vështirë të mbijetosh me rrogat të cilat ekzistojnë në Kosovë, edhe duke e ditur nivelin e shkollimit të cilat vijnë viktimat. Domethënë niveli i shkollimit të tyre është pak më i ulët dhe normalisht që kërkon më shumë punë dhe ndihmë asaj viktime t'i ofrojmë, mbijetuar në fakt. Faleminderit, zonja Rezniqi. Ju jeni pjesë e qendrës për ndihmë juridike në kuadër të Institutit Kosovës për Drejtësi dhe në baza ditore trajtoni raste që janë viktima të dhunës në familje dhe me bazë gjinore. Sipas jush, cilat janë problemet kryesore të integrimit të grave që janë viktima të dhunës?
Po betëm qendra për ndihmë juridike e Institutit Kosovës për Drejtësi, në bazë ditore pranojmë raste të dhunës familje dhe i trajtojmë këto raste në për faza të ndryshme, varësisht prej momentit kur paraqiten edhe kur na vinë në forma të ndryshme që i pranojmë. Është interesant, nëse dojmë folë për sfidat, janë sfida të shumta realisht. Unë edhe gjatë kohës këtu isha të shënu disa prej çështjeve kryesore që u diskutuan, edhe të fillu prej zonjës Shala që tregoj adresimin e kësaj çështje si një prioritet qeveritar, zonjën Hoxha, pastaj që po fliste për se sa shumë duhemi me bo për parandalimin në këtë fushë, edhe po ashtu zonjën Dina Rama që tregoj, mboni shumë përshtypje fakti që tha ekziston afati 6 mujor, po kur nuk i përmbahemi. Kjo do të thonë që realisht në praktik ai afat është shumë i shkurt, edhe realisht sfidat janë shumë të mëdha, sidomos në adresimin e këtyre çështjeve. Prandaj sot është shumë e rëndësishme që me bisedu për ato se në mënyrë vazhdueshme po i thojmë le të raportohen rastet, ka faza të ndryshme, statistikat po tregojnë që raportimi i rasteve tashmë është rrit në formë që i bie se edhe rastet e dhunës në këtë aspekt janë rrit, edhe ne vetë në kuadër qendrës kemi një rritje domethënë të lartë të rasteve prej vitit në vit, dhe sidomos këtë periudhën e fundit që pranojmë raste më shumë, kështu që në faza të ndryshme ka sfida të ndryshme që hacen. Unë më mendoj një rast shumë të shkurt që na ka ndodhur tash këto ditë të fundit, domethënë pak para vitit të ri, në rast sepse ne kemi lansuar edhe platformën online për me pranu ndihmë juridike, domethënë për me pranu palë për me ofruar ndihmë juridike falas në forma të ndryshme, jo vetëm përmes formës klasike që me i pranu në zyre, po me pas mundësi viktimat e dhunës, familjet e dhunës me bazë gjinore që thjesht sa herë që dojnë me adresu, me raportu një rast, me pas mundësi me na kontaktu në formën cilën e zgjedhën, në cilën e kanë më të lehtë për me mbri. Kështu që kemi pas një rast që na ka kontaktu, na ka shkru, edhe përmes ekipeve tona mobile i kemi vizituar në lokacionin ku ajo ka qenë, kemi këshillu, kemi iniciuar rastin, kemi raportuar në polici, edhe në kohën kur mandej ka ardhur kontakti prej prokurorit kujdestar, ka tentuar me bëu një lloj pajtimi përkundër, domethënë, gjitha fakteve që ka ekzistuar, me atë lloj arsyetimi që është nata e vitit të ri edhe që me qenë atë përkundër ekzistimit dhunës. Në momentin që prej nesh është këshilluar mbi drejtat e saj, ajo domethënë ka vendosur që mos me leju kthimin e tij në shtëpi, edhe pastaj kanë vazhduar procedurat në formën e duhur. Domethënë duhet një intervenim në një fazë caktuar prej këtë rast nesh se organizat e shoqërisë civile që thjesht puna me u bë në formë duhur. Po na kemi edhe raste tjera, po ashtu që ndoshta kjo faza e procesit, raportimit, trajtimit rastit, ka qenë rregull, është raportuar rasti në polici, ka viju procedura si duhet, është shqiptuar dhe mbrojtës, dhe për shembull kemi pas një rast që pastaj ajo ka shku te shtëpia e saj, domethënë familjen e saj, dhe pas një kohe të shkurt, mandej familja edhe ashtu kanë qenë dërmuar financiarisht, edhe nuk kanë pas mundësi me u kujdes për ta dhe fëmijët e saj, dhe ja kanë ofruar një kushtimisht me quaj zgjidhje, se vetë zgjidhje nuk është, po në atë që i kanë thonë, pidim situatën, pidim sa e rrezikuar je, dim gjendjen cilën ke ardhur, kështu që ti mundesh më na e këtu, mirë po fëmijë duhesh me qiu, domethënë shtëpinë atje te bashkëshorti. Edhe normalisht ajo vendosën përpallë një kësaj situate, një gruan, një nan nuk ka vepruar në atë formë, mirë po zgjidhja e saj ka qenë më kthy te dhunuesi, domethënë. Ne e kemi pranuar atë rast dhe kemi qenë të trajtuar në fazën e përgatitjes padis për besim të fëmijës dhe alimentacionin, edhe na ka thirrë, domethënë thjesht me na falendëruar për punën që na kemi bërë, mirë po tha unë kam vendosur domethënë më kthysh, përse vetë që kam më shku, do na më kthy. Do na më kthy. Kështu që në faza të ndryshme mundet me ndërtu rasti në raporte të ndryshme. Atëherë zgjidhja për mendimin tim, domethënë ajo që duhemi me u koncentru është që në secilën prej këtyre fazave me pas edhe me ekzistu thjesht ky fuqizim ekonomik, kjo për cilën sot po flasim, për shkak se kjo i adreson gjitha këto faza, qoftë fazën e parandalimit, qoftë pastaj fazën domethënë të reintegrimit, edhe secilën pjesë në cilën domethënë secilën fazë që mundet mundohet viktima përgjatë gjithë procedurës, gjitha adresohen nëse ne mbrim me e fuqizu si duhet, edhe me integru si duhet ekonomikisht një gru. Zonja Shala përmendi edhe pjesën e strategjisë, dhe prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme që aktivitetet jenë konkrete, e di që një pjesë e madhe e strategjisë i referohet konkretisht Konventit të Stambollit, si palë domethënë që kemi të inkorporuar edhe ne në kuadër të kushtetutës tonë, dhe pikërisht edhe Konventi i Stambollit e parasheh që duhen të ndërmarr programe dhe aktivitete specifike për integrimin dhe fuqizimin e gruas, fuqizimin ekonomik, fuqizimin politik, kështu që është shumë e rëndësishme që
na u koncentru në aktivitete konkrete, aktivitete që janë lehtë zbatueshme, për shkak se edhe fusha është e tillë, është shumë e ndihshme, mirë po pa marrë parasysh fushën, realisht nëse aktivitetet mbesin të përgjithshme nuk besin lehtë zbatueshme, në çdo fazë mundet me ardhur deri te dështimi, domethënë në një fushë caktuar, e realisht, sidomos për këto raste kjo nuk duhet me ndodh, për shkak se reagimi duhet me qenë i shpejtë, reagimi duhet me qenë i atçashëm, edhe thjesht forma për reintegrimin e tyre duhet me qenë sa më i lehtë, në atë mënyrë që me ofru formën më të përshtatshme, formën më të mirë, kohën më duhur, edhe siç tha zoja Dina Rama, domethënë gjithsesi me marr parasysh aspektin praktik, domethënë nëse na alojmë në afat caktuar edhe mundohemi me parashiku që për 6 muaj po i bëj ka zgjidhje, që i kemi në rastet që i trajtojnë drejt për drejt, këto nuk po u bëj ka zgjidhje. S'ka zgjidhje. Para se të vazhdojmë krejt, ftoj Regjinë që ta ndjekim një rrëfim të një viktime të dhunës në familje, e cila po përballet me vështirësi ekonomike dhe shumë e ka vështirë me mbjetu, edhe vetë edhe 2 fëmijët e saj. Ta ndjekim rrëfimin e saj dhe kthehemi me debat në studio. Na jena kontinent bashkë. Edhe e na shty paka shumë. Mirë po a i ka menu që në pe ofendaj. Edhe të mkuën ka piskit, ka bërtit. Edhe në ju kam drejtu që nuk jem të ofendu. Edhe di që atu qartë, ma ka përplas tabulinën për ma ka përplas tabulinën do me thonë mu, edhe di që orë më ka rrej krushta, edhe më ka sënu me sene tjera, qka e ka pos, edhe diri sa mu më ka gjakosaj. Me loj mjetën, më ka godit në kokë, edhe kure këm pani, ju më tërështu, nuk më ditas qka me bote, dhe kom tentu veç me iku, për me pështuën. Dhe jem doli ashtë në dërtesës, kom kërku ndim. Mas nej, ma ka qi djallin e vogël jashtë, edhe më ka ardhë edhe djalli ma. Fëmija tani kanë thirë policin, unë kom kërku ndim për me shku te mjeko. Më kanë marrë policia, më kanë qu te mjeko, edhe mas ne jem shku më raportu rastin në polici. Kom kërku urt mbrojtjen. Mas 2 ditë më kam thirë për me marrë urt mbrojtje. Edhe kam shku te familja. Nuk kom mujt me najt më gjatë banes. I kom tërhike dhe thmin, prej atuj që mos me u kujtu ma thmive qaj natë. Që e natë po shumë i shtire dhe për të minë e mi. Sa që 2 muj det, ata të mi as kanë flejt, as kanë hundur, as kanë pi. Për traumës që e kanë marrë ata që të nuk. Masi jeni largu, ku keni shku, ku keni gjetë strehim? Te familja, aty kom nejt 2 muj. Mas ne më kanë 1 muaj të motra, për me më këthyja për mi këthi thmi në jetë normalja, më këthi në shkollë të vetë, në vend të vetë, ta shumë të jetu. Me urtin brojtës, e ka i për me i pagu për elementacion banes, mirë po ajë nuk është i kry, edhe mu halojnë të mojtë familjan, jënë të mi pagu banesën e këtu, po sa kanë mëndësi, sa mujnë, nuk e di. Nëse familja ka probleme edhe e ka të pamundshme me të mbështet ty për me pagu qiron, për me jetu çdo ditë, mi hek krejt shpenzimet që i ki, ka menën që më nëshme jamojt? Nuk e di. Nuk e di, ka me jamojt. Unë kisha kërku ndim prej shtetit, që shteti më na ndihmu, shteti më na përkra, që për me jetu në një jetë sa do pak normale. Qka i shkon ndihma konkrete që i kështë lypi shtetit? A i shkon zgjidhje edhe një mundësi që tu kish kriju për me punu? Po, edhe për me punu,
edhe për një strehim, me pas një strehim të sigurt, që me ditë që po jetojnë që ato e nistra nuk dhe me na qik dikush, ose me prit na ku qka po bohet me neve. Shikues nderuar, kjo viktim ka kërkuar ndër të tjera edhe ndihmë prej komunës, po ashtu edhe prej qendrës për punë sociale për të përfituar asistencë sociale. Por janë bërë 4 muaj dhe ende nuk ka asnjë përgjigje. Zonja Shala, me këto politikat qeverisë, konkretisht, çush mundet me përfitu kjo viktim e dhunës? Duhet kemi parasysh betim që si punëtorët social, si institucion realisht dhe ndihma që mund të jepet në aspektin e strehimoreve në një farë forme, por prapë të ekstrehimoret e kemi një dorë të zgjatun. Punëtorët social janë në nivel të kompetencës të komunave. Unë jam koordinator nacional kundër dhunës në familje dhe pikrisht atë që e përmendi zonja Hoxha, që tha zbatimi legjislacionit të aplikueshëm, e kuptojmë që është sfidë dhe duke ditur që është sfidë, unë kam rifunksionalizuar grupin koordinues ndërministror kundër dhunës në familje. Dhe çka është ky grup? Ky grup është me përfaqësues më të lartë të institucioneve përgjegjëse për rastet e dhunës në familje, për t'u përgjigjur rasteve të dhunës në familje. Në grup koordinues ndërministror ulet drejtori i përgjithshëm i policisë. Ulen përfaqësues të lartë të prokurorisë dhe gjyqësorit, kryesuesja e strehimoreve, përfaqësues të tjerë të institucioneve që janë në kontakt direkt me viktimën. Dhe me ta diskutojmë si për rastet konkrete me cilat po ballafaqohemi, dhe realisht sa herë diskutojmë për këto raste, them, nuk është mënyra e duhur që të jemi reaktiv. Ne duhet jemi proaktiv dhe synimi është që si grup koordinues ndërministror ti paraprim situatave të tilla duke i parandaluar dhe jo të reagojmë karshi një rasti me të cilin na përballin mediat, na përball gazetaria në vendin tonë. Mirë, po në këtë rastin konkret, zonja Shala, në qenë se kemi viktimën e cila po besoj që është edhe duke na përcjell edhe ka me siguri interes përgjigje me pas çka shteti ofron. Kjo tash është duke paguar qira e cila mbulohet prej familjes. Edhe mbijetesën kësaj dhe 2 fëmijëve të saj është duke asiguru edhe pak familja e saj, e cila edhe ka probleme vetë me mbijetu në Kosovë për shkak të jetesës e cila ekziston. Çka shteti mundet me ofru kësaj? Nesër kjo ku me u drejtu masi ta kthyer këtë emision? Cila është adresa? Adresa mbetet komuna, në qoftë se do të kërkoj strehim, në qoftë se do të kërkoj. Unë personalisht sot kam nënshkruar një letër me të cilën pa tagër obligativ, por në aspektin e një sjellje në vëmendje të një rasti të tillë i kam drejtuar shkresën kryetarit të një komune. Pikrisht për një rast të dhunës në familje që situata ishte paka shumë e ngjashme si me rastin në fjalë. Por mbetet në diskrecionin e tyre. Çka mund të bëjmë ne? Fuqizim ekonomik, mundësi punësime, mundësi që... Ku më lajmërua ajo nesër që me mujtë më punësu? Sa ajo ka shumë interesim për më punësu dhe me mujtë me majtë vetën edhe fëmijët. Unë strategjin e kam dorëzu në zyret kryeministrit. Do të miratohet në mbledhjen e radhës të qeverisë. Besoj javën që vjen miratohet. Momentin që miratohet strategjia, aktivitet konkret në strategji, unë kam fonde për grante për punësim, ofrim i mundësive për punësim dhe kam institucionet përgjithëse të cilat parashihet ose kanë marrë përsipër që t'i ofrojnë këto. Në momentin që e kam strategjin në fuqi, unë do të mund të sjell para përgjegjësisë për zbatim të këtyre aktiviteteve institucionet në fjalë dhe institucionet në fjalë janë të obliguara që të përgjigjen. Arita përmendi diçka punën e strategjisë dhe tha një gjë shumë të mirë, që tha duhet jetë konkrete. Dhe në fakt kur më pyesin për këtë strategji, unë them kjo është një strategji ambicioze, por konkrete.
Dhe kjo ka qenë synimi im prej momentit parë, prej takimit parë të grupit punues, dhe kjo ka qenë ajo nxitja që i kam bërë edhe anëtarëve të tjerë të grupit punues, nga cilët ka marrë një përgjigje shumë pozitive realisht. Zonja Dina Rama është pjesë e grupit punues. Përveç zonjës Dina Rama, unë i kam thirrë në takim konsultativ edhe të gjithë përfaqësuesit e strehimoreve dhe i kam taku bashkarisht për të diskutuar në detaje sfidat, se ato me cilat përballet strehimorja në Gjakov, sfidat e strehimores në Gjakov, nuk ngjasojnë me sfidat e strehimores në Ferizaj. Po supozojmë që në mbledhjen e radhës qeveria do ta miratoj këtë strategji. Mas miratimit të kësaj strategjie, kjo viktim, çfarë zgjidhje do të mund të ketë? Unë mendoj që fuqizimi ekonomik do të jetë. Pavarësia ekonomike, a ka diçka shumë konkrete që ka me pas si obligim institucional, se cili institucion në këtë rast nivel qendror, nivel lokal, për me ju ofru zgjidhje, apo do të mbeten kështu si në formë të klisheve që i kemi pas në strategjitë e deritashme, ofrimi i zgjidhjeve, integrimi ekonomik i grave të dhunës e tjera, po pa u konkretizu me hapa, me veprime, cilat kanë me sjellë diçka konkrete për to. Shumë pyetje me vend. Arsyeja pse përmenda grupin koordinues ndërministror kundër dhunës në familje është pikërisht përgjigja të cilën do të mund të ta jap në këtë pyetje. Dhe pse po e them këtë gjë? Sepse ne flasim për strategjitë, zonja Hoxha tha kemi pas strategji plot, kemi pas kanë kalu, dhe ka qenë praktike më pashme. Po duke i ditë këto që mbeten në letër pa mundësi zbatimi, ne kemi punuar dhe një nga 2 pilaret kryesorë, përveç zhvillimit të politikave, e kam edhe zbatimin e politikave, të cilat zbatimin e legjislacionit në fuqi, realisht po dhe të këtyre politikave. Dhe përmes grupit koordinues ndërministror, unë kam mundësinë që ti mbledh dhe ti nxis institucionet që të marrin përsipër të obligimet të cilat i parashihen me ligj. Okej, me qenë se është marrë me këtë rast, ta shohim një shpjegim pak më detajum të arritës në lidhje me këtë rast, çka i keni ndihmu kësaj viktime, edhe cilat janë sfidat e punësimit, se e pam që ka problem me realizu edhe një asistencë sociale, dhe kjo si duket vjen si rezultat i një mungese të kryerjes së obligimeve nga dhunuesi, pra i cili nuk i përmbush obligimet për alimentacion, dhe informacionet nuk janë të duhura tek institucionet përgjegjëse dhe për këtë arsye ju kanë dalë edhe asistenca sociale. Çka është si rast konkret arrit shkurtimisht edhe çka është si problem? Zonja në fjallë ka pas një rast jashtëzakonisht tronë realisht, ka qenë sfiduse me trajtu si kur rast, për shkak se kohën kur ka ardhë ka qenë në një fazë me njerë mas ngjarjes edhe ka qenë shumë e rëndësishme me trajtu me kujdes edhe me marrë parasysh gjitha elementet që kanë qenë. Na kemi asistu që është prej fillimit edhe në procedurën e urdhrit mbrojtës edhe në procedurën tjetër për sa i përket çështjes së alimentacionit dhe specifikimit të rastit për sa i përket besimit të fëmijëve, kështu që në këtë fazë jemi të e trajtu për sa i përket pjesës së asistencës sociale. Është vërtet që ka sfidë këtë çështje, ne i kemi asistuar po ashtu edhe në pjesën për aplikimin në kuadër të komunës për përkrahje financiare për pagesë të qirast në aspekt të sigurimit të strehimit, mirë po tregove edhe ti, domethënë është që një kohë kanë kaluar disa muaj që prej komunës nuk shku të vizitohet për me pa, domethënë sepse ata e dërgojnë dikon prej ekipeve që me pa gjendjen edhe pastaj domethënë për me aprovu kërkesën e tillë, kështu që nuk ka pas një përgjigje prej tyre, po ashtu prej për çështjen e asistencës sociale i kemi pas disa kërkesa të përsëritura dhe një herë domethënë ka pas çështje që ka qenë dikush me Covid, mas ne ka qenë çështja e festave, tash çështja tjetër, domethënë po i shkojnë mujt edhe zonja nuk po mbrin me përfitu çështjen e asistencës. Së fundi për shkak të ndërimit vendanimit, se na domethënë e kuptuam që kjo ka lëviz edhe jo shtonë që duhet domethënë tash i ricaktohet qendra tjetër ku duhet me apliku dhe tash procedurat kanë se fillojnë krejt pi fillimit edhe thjesht kjo çështje ka qenë vështirë domethënë është vështirë menaxhueshme për shkak se gjithmonë shkon mbrapa përpara të njëjtit të tjetrit edhe thjesht fola ka mbet në atë pikë që dikur një ditë domethënë biseduam edhe tha këtë herë më thanë nuk mundesh me marr. Okej, pse nuk mundesh
ndryshme marë, nuk ka kur farë arsye time. Atëherë e kërkuam formë shkrume, në rregull, po dëshit me refuzu, atë lësheni një vendim ta kuptojmë arsyen, pse po refuzohet, sepse pala ndaj çdo vendimi ka drejt ankesë edhe na ta dijmë për atë. Të nesër më nëse a ditë me një herë kishin thirr, okay, se javën tjetër, domethënë që është për fund kësaj javës të presim, domethënë që javën tjetër në fund të javës trasim për kartelën sociale. Domethënë janë çështje që duhet aq banale në farforë, domethënë për me i trajtu deri në këtë pikë dhe me shku e kënej mujt poetsin e tregova vetëm familja nuk është që ka mundësi edhe gjatë për me përkra, domethënë pikërisht janë çito raste që bijnë te pika e atij rasti tjetër që e tregova më herët që gjendet para një shtetën në atë formë që nuk din ku me shku tutje edhe kthehet prapë, domethënë te dhunuesi edhe nuk ka çka me bu, domethënë vazhdon jetën aty për shkak se thjesht gjitha këto gra, domethënë gjitha këto raste që i kemi pas primare kanë çështjen e fëmijëve tyre. Domethënë edhe për këtë rast gjatë kohës sa u transmetu storia me Erblinën bisedum, më pyeti për çështjen, domethënë pse nuk është adresuar në strehimore, nuk ka dash në rastin konkret për shkak se nëse shkojke në strehimore i bike me ndru shkolla e fëmijëve, domethënë për shkak të lokacionit, edhe me gjitha ato trauma për të ishte më e përshtatshme me gjetë një lokacion, një hapësirë, një dhomshe, thjesht që me jetu edhe me pas fëmijët afër shkollës ku mundet me qenë shkollën e njëjtë, që mos me pas ata një traumë tre që me ndru tash, domethënë edhe komplet atë procedurë, që janë aq komplekse se cili rasti ka karakteristikat e veta, që sinqerisht është shumë e vështirë me adresu në mënyrë të përgjithshme, por që duhet të marrë në mënyrë të veçantë me secilin rast, edhe me i parapo për çato edhe po i diskutojmë çto çështjet konkrete që duhen mund nxjerr, domethënë aspekt adresimit secilit rast, se përndryshe është shumë e vështirë, domethënë me trajtu nëse shkojmë në një shabllon siç në shumicën e rasteve po ndjekin, domethënë institucionet me përgjigje shabllon, me përgjigje të kota, pa vendime të arsyetuar, pa vendime fare në fundit. Zonja Uza, po të diçka? Po, vetëm ndoshta me shtu pak te kjo që ka tha zonja në fjalë, kur jemi te aspekti i strehimit, domethënë në vendet të zhvilluara ka politika të ndryshme, domethënë të fundit të banesave, të cilat qytetet faktikisht edhe fundi banesave në nivel qendror, nëse veç ka banesa me kosto të përballueshme ose banesa sociale, të cilat në shumë raste disa një numër i tyre lihen të zbrasta pikërisht që komuna, qyteti ose dhe shteti i posedoj në raste të caktuara, sepse strehimore, siç e tha edhe zonja, zakonisht janë një farfaze e përkohshme derisa ti kalon prej një hapësire të dhunshme deri te një hapësirë e re, edhe ajo qoftë e përkohshme nesër sepse nuk mund t'i dedikohet gjatë gjithë jetës, sepse me rizhvillimin ose zhvillimin e saj ose mundësinë e saj për ta marrë jetën në duart e veta, në fund ajo duhet të ketë një mundësi për ta pas një banesë me një kosto të përballueshme dhe për qenë e zonja të bëjë një jetë të dinjitetshme për veten dhe për fëmijët e saj dhe mos të shihet si viktimë gjatë gjithë jetës së saj. Do mendoj që ky është ai çark ku ne duhet punojmë dhe duhet i gjejmë ku janë këto zbrazira që ta kompletojmë. Dhe këtu kemi punë edhe me komunat, edhe me politikat e banimit jo social në kuptimin rasteve sociale, sepse po përfundojmë ndërtesa të cilat akomodojnë familje ose viktima, të cilët janë në një farë atmosfere mono, një kategori e njëjtë dhe nuk ka rrinë të zhvillohen dhe të integrohen, domethënë, por banesat të cilat faktikisht janë si çdo banesë tjetër me çmim të përballueshëm për familjet e reja ose për grupe të marginalizuara ose për viktima në këtë rast, të cilat kanë mundësi të krijojnë rrethon që edhe vetë ata gradualisht përkundër ndihmës së institucioneve të integrohen apo të reintegrohen në një mjedisëri ose në një lagje ku dhe kanë qenë dikur. Ka raste paçka që ka raste kur viktimat kërkojnë vetë të largohen nga një qytet dhe të shkojnë të rifillojnë jetën në një qytet tjetër. Nuk e di nëse ka një farë linje juridike që u mundson një gjë të tillë, duhen me rifillu një jetë komplet të re, por edhe të tilla si rasti në fjalë që e përmendë që nuk don me andru shkollën, me rëndu situatën për fëmijët, don me mbajt rrethonën afërsisht normale në një situatë jo normale. Prandaj, edhe te politikat e banimit, mendoj që me Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, Ekonomisë dhe Mjedisit duhet punohet në këtë drejtim, besoj se Departamenti i Banimit aty më duket se ka bërë diçka në këtë drejtim, por ende nuk është strikte se çfarë, sepse kanë pasur ta prezantojnë këto ditë nëse nuk gaboj, dhe të shohim se si nga niveli qendror bashkë me nivelin lokal, domethënë mund të bëhet një gjë e tillë. Paçka që ti edhe në çdo objekt të ri, domethënë ato marrëdhëniet kontraktuale që për partneritetet publiko-private mund të bëhen edhe tek ndërtimet e reja,
Çka nëse ti lirohesh në një njësi të lejes, në një 10% të lejes ndërtimore, nëse 2 banesa i siguran që t'jenë fond i qytetit për rastet e tilla në nevojë. Dhe ti pastaj ke banesa të ndryshme, jo në një vend, të ndryshme që i posedon si komunë dhe mund t'i japësh në shfrytëzim 5 vjeçar, 2 vjeçar, 3 vjeçar, po t'ketë edhe aty një limit, sepse normalisht ato duhet ta marrin jetën në duart e veta. Prandaj mendoj që përtej parandalimit, përtej vetëdijsimit, që mendoj që kemi shumë punë, dhe këtu kemi punë që të flasim, të diskutojmë, të takojmë edhe viktimat dhe jo vetëm, domethënë gratë e reja që t'ju ndihmojmë në fuqizimin e tyre dhe mos të presim që kur ato të bëhen viktimat, t'i shoqërojmë dhe të jemi të zëshme për to, të punojmë bashkarisht dhe të jemi më të zëshme në të gjitha sferat. Për mua është brengë që e tha dhe zvonja në fjalë që ne jemi shumë domethënë reaktiv, jo proaktiv, zakonisht reagojmë në çdo rast që ndodhet dhe kryhet për 3 ditë ajo reagimi jonë dhe normalisht sado që punojmë gjithmonë dika ngec procesi, por që edhe në reagim besoj që nëse kemi një konsistencë reagimi, që nga presidentja, nga gratë deputete, jo vetëm nga grupi grave, po nga gratë në përgjithësi, po edhe burrat në fakt, sepse sot po flasim për dhunën ndaj grave dhe dhunën familje dhe burrat mungojnë në këtë panel, përveç jush normalisht që na keni thirrë dhe ju falenderoj. Besoj që aktivitetet e shumta, edhe të platformave kulturore, qoftë në strehimore, që fëmijët, nanat, ta rigjejnë veten, ndoshta ato shkatësi që i përmendet ju, sepse shumë shpesh mund të jenë të fjetura, mund të nxjisen e të ngjallin një emocion të ri dhe një mundësi të re edhe për to, edhe për ta, edhe për fëmijët, por edhe për vetë shtetin që ato t'i shes si kapital njerëzor që mund t'i fus në përdorim. Dhe kur jemi të ato që folët ju për kapitalizimin ose më mirë të them për mundësitë ekonomike të këtyre lloj kategorive, unë nuk besoj që mund të bëhet vetëm përmes granteve. Vazhdoj me besu që ne duhet ndërtojmë një platformë me sektorin privat. Ka fabrika të shumta, me qenë se e thatë që gratë në shumë raste nuk kanë edukimin e duhur, por kanë shkatësi dhe mundësi që të bëjnë një punë të caktuar, të trajnohen për një punë të caktuar, dhe mos t'i lëmë ato vetëm në mëshirën e disa granteve, sepse dhe aty kemi parë që ka gratë që kanë afinitet të shkruajnë, të jenë lidere vetvetiu, domethënë të marrin iniciativën, por ka të tjera që kot mundosh edhe projektin t'u bësh gati. T'ju mundësosh një grant, edhe një grant tjetër dhe prap nuk hecin, sepse nuk e kanë. Kemi një marrëveshje të tillë, Ministria e Drejtësisë me disa nga bizneset më të mëdha për mundësi punësime në bashkëpunim edhe me strehimorat, në mënyrë që të identifikojnë këto. Por duhet të ketë edhe skema nxitse. Edhe ideja kur ta krijojmë një databazë, që ta kemi një databazë të dhënash për cilësitë, për vetit, domethënë karakteristikat të cilat mund të shërbejnë për të punësuar në cilin profesion, domethënë kur të kemi këto informacione, ne do ta kemi më të lehtë që të identifikojmë edhe partnerët e tjerë strategjik me të cilët do të mund të bashkëpunojmë për të krijuar këto linja kontakti, bashkëpunimi për t'ju dhënë mundësi punësime. Zonja Shala, e deri tash hala as kjo bazë të thonave nuk është e mirëfillt mbrana institucioneve tona, hala nuk e dim domethënë çfarë profili të këtyre viktimave të dhunës në familje me bazë gjinore i kemi, domethënë hala nuk e kemi që të bazë të duhet kemi parasysh betim që po flasim për është një temë për cilën janë 9 muaj. Ka shumë vite që flasim, thash më herët që ka pas shumë strategji, kemi ligj. Vite ka betim, po unë kam vetëm 9 muaj që kur jam bërë koordinatore nacionale kundër dhunës në familje. Dhe ju këtë bazë nuk e keni dhe jeni të punu me kriju. Unë kam kërku nga strehimoret informacionin e tillë dhe informacioni që më është dhënë nga ana e strehimoreve ka qenë limituar. Jo gjitha strehimoret e kanë dhënë informacionin në fjalë. Disa nuk e kanë pasur, Erblina. Unë e kam kërkuar këtë informacion, cilësinë e koordinatorit kombëtar, kam prit që po më vjen me ditë, me javë nuk më ka ardhur. Si informacioni a nuk ishte dashur për shembull agjencioni për barazi gjinore krijoi këto databaza mi pasi një kokë me që është në kuadër të zyrës së kryeministrit, jo vetëm ju qeni tani, po flas kështu parimisht, me qenë se është një agjenci që merret edhe me hartimin e politika, monitorimin. Mandati i agjencisë për barazi gjinore rregullohet me ligjin për barazi gjinore, i cili i përcakton një mandat që ka të bëjë me luftimin e diskriminimit deri në një farë pike, si dhe me promovimin e barazisë gjinore. Kur po flasim për dhunë në familje, po flasim për një fenomen tjetër në një farë forme. Jo që dhuna në familje nuk e ka bazën në diskriminim, sepse realisht në qoftë se shikojmë thelbin e pse ekziston dhuna në familje, thelbi i problemit është diskriminimi,
trajtimi jo i barabartë i gruas edhe... Sepse nëse ne adresojmë çështjen në platformën e diskriminimit, ne shikojmë përpara, nuk merremi gjithmonë me pasojën dhe me kriju mekanizma për pasojën, që janë strehimoret, domethënë dhe institucionet tjera, por merremi me një vizion se si ta adresojmë diskriminimin, qoftë ekonomik, qoftë personal, fizik, psikologjik, në mënyrë që, domethënë, të reagojmë paraprakisht. Domethënë, ta parandalojmë ato që e kërkon edhe vetë konventa. Keni shumë të drejtë nëse shikojmë studimet, shikojmë bazën kërkimore, për sa i takon fenomenit dhunës në familje. Dhe këto studime kanë marrë një havë dhe janë shumë mira, sidomos pas vitet, në fund, nga mesi viteve 90 e tutje në një farë forme. Identifikojnë 3 faktorë kryesor që mund të konsiderohen që bashkohen në për sa i takon fenomenit. Faktorët e rastit, faktor individual, që lidhen me moshën, me edukimin, faktin që ose ka një punë ose jo, është i punësuar apo jo gruaja, e kështu me radhë. Faktor të dytë janë situacional, ose të situatës. Varësisht çfarë situatë është familja. Varësisht në qoftë se gruaja e gëzon të drejtën në pronë realisht apo jo. Dhe faktorët e tretë janë faktorët sociokulturor. Dhe ne nuk mund t'i shkëputemi këtyre faktorëve sociokulturor, ku realisht ne në thelb e kemi një perceptim ndryshe të vajzës me djalin. I njohim një peshë më të rëndë djalit se sa vajzës në familjet tona. Dhe kur punohet, kur e kemi një perceptim të qartë të këtyre arsyeve, pse po ballafaqohemi në fundit me dhunë në familje, është e domosdoshme që të shikojmë të gjithë këto nuanca të fenomenit edhe të... Zonja Shala, faleminderit, të marrim pyetje nga studentët, sepse po shkojmë drejt fundit të emisionit. A kemi pyetje për panelistët? Unë jam Grama Sasani, vullnetar në Këshillën e Studentëve të Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës. Deshta me vetë drejtoreshën e strehimores, cilat janë procedurat për strehimin e viktimave të dhunës familjare? A ka pyetje tjera? Po, edhe një pyetje. Faleminderit shumë atëherë, përshëndetje për gjithëve. Unë jam Kushtrim Dërnava, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin e 4. E kam një pyetje për zëvendësministrin e drejtësisë, më lidhur me çështjen se ndjekja penale dhe shpallja e aktgjykimeve lidhur me këtë çështje. Sa mendoni se ka relacion dhe ndikon në dhunën e familje, që të mos përsëritet një vepër e tillë? Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Atëherë shkurtimisht zonja Dina Rama për procedurat që mund të ndiqen pra dhe që ka nevojë për informacion viktimat e dhunës, dhe po i kthehemi krejt në fund zgjidhjes e cila duhet jetë pra për integrimin ekonomik, për fuqizimin ekonomik të grave të cilat janë viktimat të dhunës. Si e shihni ju pas përgjigjes do të japni për procedurat për strehimore, cila sipas jush është zgjidhja për fuqizimin ekonomik të grave? Okej. Zakonisht gjitha rastet të cilat vinë në strehimore, në shumicën e rasteve raportohen së pari në policinë Kosovës, mirë po në vitin e kaluar kemi lansuar dhe linjën ndihmëse falas pa pagesë në kuadër të strehimores, e cila është linjë në shërbim në dispozicion 24 orë, dhe me Konvent të Stambollit e kemi të përcaktuar që rastet përveç në institucionet siç është policia, gjyqësori, prokuroria, çfarë do qoftë, mund të vinë direkt me vetë referim në strehimoren tonë. Ishte rasti dje, por i cili së fundmi erdhi përmes linjës telefonike falas. Sa i përket zgjidhjes së zhvillimit ekonomik, zhvillimi ekonomik besoj që lidhet edhe me trashëgimin edhe të drejtën në pronë. Kjo, domethënë, është mungesë të shumica e grave, mos të gjitha gratë që vinë tek ne, sepse sistemi patriarkal dhe normat shoqërore e bëjnë të pamundur që gruaja t'i takojë trashëgimia apo të ketë drejtën e pronës në familjen e bashkëshortit apo bashkëjetuesit. Unë besoj që trashëgimia ose drejta në pronë dhe fuqizimi ekonomik do të zhvillonte viktimat e dhunës në familje, mirë po edhe shoqërinë në përgjithësi. Edhe kjo duhet të rregullohet jo vetëm nga ana e institucioneve qendrore, por besoj që edhe institucionet lokale, komunat e kanë më shumë se për detyrë që të gjejmë zgjidhje një herë për gjithmonë. Ne
posa të implementohet aprovohet strategjia kombëtare, do ta bëjmë edhe strategjinë komunale, se normalisht i del fati, dhe aty kemi vendosur që çdo vit tre komunat të cilat ne i mbulojmë, të ndajmë banesa ose banesa sociale, se ashtu i quajmë ne, dhe apo sigurimin e banesave me qëra të disa me numër të caktuar. Do më thonë që ne të kemi ku të trokasim në qoftë se vjen viktima, të kemi të sigurt. Po ashtu edhe fëmijët që e cekë më lartë, edhe për fëmijët është problem. Kështu që besoj që edhe nanave duhet mjë siguru edhe përveç vazhdimin e shkollimit në shkollat përkatëse, po ashtu edhe në kopshte në qoftë se janë fëmijë të vegjël, kopshte të jenë pa pagesë apo jenë një pagesë solide. Kështu që kemi shumë punë për të bërë, ne në kuadër të mekanizmit koordinues që kemi në komunën e Gjakovës, ku bëjmë pjesë të gjithë aktorët, ne se cilin rast që kemi në strejmore e trajtojmë edhe e diskutojmë në takimet, edhe mundohem të gjejmë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kështu që mekanizmi koordinues neve na ka mundsuar që të bëjmë zgjidhje për secilin rast, sepse aty bëjmë pjesë të gjithë aktorët edhe mundohemi të gjejmë forma adekuate që si mi ndihmu viktimes edhe mi nxjerr nga dhuna. Faleminderit, po vazhdoj me juve, Rita, çka sipas juve është zgjidhja që mund të ofrohet në mënyrë institucionale prej krejt këtyre përvojave, çka keni ardhur në konkludim që mund të jetë zgjidhje në këtë rast, e cila edhe mund të merret parasysh në këtë rast nga përfaqësuesja që është në këtë rast koordinatore edhe që ka ndikimin shumë të madh në këtë proces. Po, betejmë në tentova në periuda ndryshme, do të thonë 3 raste në pikat 2 raste dhe rasti 3 i zonjës që kemë video, mi tregu sfidat në fazat ndryshme që i kam pas. Një patëm fazën, do të thonë, kur është raportu rasti, dyta ke matutje, do të thonë, mas raportimit në procesin e matutjeshëm, dhe treta ishte zonja, do të thonë, fjallë në këtë fazën e fundit, do të thonë që tashmë duhet strehem edhe punësim këtë fazën e integrimit. Të i marrë parasysh krejt qëto sfida edhe rastet që na vijnë në bazë përditshme, konsiderojmë që zgjidhja më e mirë veç nëse kemi me pas një qasje proaktive prej institucioneve vendit. Do të thonë, në momentin që kanë me vepru në formë me zgjidhje konkrete, me një qasje tillë, gjitha këto ka me pas mundësi në një mas tjetër me i adresu edhe me pas. Nëse na, do të thonë, kohë ma herët kemi folë shumë përsa i përket pjesës raportimit, dhe sot po thojmë që, po e shohim një diferencë në pjesën e raportimit, do të thonë, tash duhet me pa diferencë në këto fazat e tjera. Zgjidhje duhet me qenë shumë konkrete, e thamë disa herë sot që... A mërë është diçka më na ofru për shembull pjesën e zgjidhjeve konkrete, se krejt po thojnë a duhet me pas zgjidhje konkrete, po çka i shkon një për shembull që është zgjidhje konkrete edhe për një me përmen konkretisht? Po, na mujme u diskutu, do të thonë, edhe prej zonjës Hoxha dhe zonja Shalja, disa ide në aspekta asaj, edhe zonja Dina Rama e tregoj që duhet me ekzistu si një pako, do të thonë që e përfshin edhe punësimin, edhe strehimin. Është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë aspekt me e trajtu. Konsideroj që institucionet shtetërore duhet me bo diçka më shumë në aspekt në shtallet të politikave sociale. Pse jo, për shembull, me pas një ide të bashkëpunimit me bizneset, do të thonë private, ku mundën thjesht me u parapa si mundësi një farforme të thjesht, sepse tash na e dim, nuk po du me zgjatë shumë shkurt, na e dim që është sfidë edhe pjesa e marrëdhënies punës në aspekt të përgjithshëm në vendin tonë, do të thonë pasiguria që është në aspekt të marrëdhënies punës, kështu që me qenë një lloj marrëveshje, do të thonë me bizneset ku i ofrohet grave viktima të dhunës një marrëdhënie punës e sigurt, do të thonë një kontratë pune për 2 ose 3 vjet, dhe kjo mu përkthy në ndoshta lirim nga tatimet mandej me u kompenzu, do të thonë kjo formë. Është një diçka ngjajshme me sportista, do të thonë që është bu në formë tjetër, mirë po në këtë aspekt ndoshta me ekzistu një lloj zgjidhje konkrete në aspekt të viktimave, do të thonë grave viktima të dhunës, është një zgjidhje pengesat e bizneset për mi e vërtet, realisht përveç të bizneset unë shoh sado që ka, do të thonë, vullnet të madh edhe prej vetë viktimave për më hi, do të thonë, rastet punës, ajo që e përmenda sfida e marrëdhënies punës, edhe ajo i pengon. Për shkak se ka raste që janë me asistencë sociale dhe në momentin që krijohen marrëdhënie pune, asistenca sociale i ndalet. Nëse punëdhënësi e mban punë sikur këtu të na që ndodh shumë shpesh lidh kontratë pune mas 2-3 muaj e përfundon një anshëm pa kur fare arsyetimi
pa kurfar baze, edhe thash shumica prej tyre hezitojnë se e dinë që ndalë, domethënë. Prandaj po them, mu bëni zgjidhje që mos më qenë veç marrëdhënie pune 1 muaj, 6 muaj, 2 muaj, po më qenë pak më e sigurt, domethënë që më jam mundsu edhe me pas një siguri në aspekt të punës, po edhe një siguri në aspekt të marrjes së asaj përvoje, domethënë që e bën, që është një periudhë 2 ose 3 vjeçare, po normalisht me shku bashkë me atë pajtona, domethënë si një pako që në një periudhë kohore me ju ofru, domethënë edhe strehimi, edhe kujdesi i caktuar, edhe me qenë. Në fakt i bën që Zonja Hoxha, po përfundojmë te zonja Shale. Shteti në fakt e subvencionon në mënyrë indirekte, por e krijon ndjenjën që ajo rritet vet, edhe merr jetën dur te veta. Dhe nesër mund të përfundoj të punoj në njëjtin vend për shkak të performancës që ajo mundet me pas. Edhe unë jam më shumë për këtë skemë se sa për te skemës sociale që ekziston gjithmonë në botë, po gjithmonë duhet me pas diçka nxitse që është njëkohësisht edhe për bizneset, sepse është sfidë kur ta merresh një punëtor që mund të ketë trauma të ndryshme dhe ta ndikoj habitatin edhe aty në punë, dhe duhet ta dim se si ti qasemi, dhe anasjelltas, të më thonë, edhe për viktimat në fjalë. Veç deshta me plotësu, nuk është e pamundur. Kosovës, zonja Hoxha, sa ka vullnet që të shohën politikat të tilla përpara, që nëse vjen diçka shumë konkrete në këtë rast nga qeveria, të votohet në kuvend, të qoftë një strategji e tillë, që të ketë një diçka shumë atë madhe nështë që e obligon masanej se cilin institucion për me pas një zgjidhje konkrete. Sa ka vullnet në kuvendin e Kosovës? Besoj që me që veç bazën ligjore pothuajse e kemi, po ashtu vullnetin politik e kemi, ose e kanë, ta dhe më mirë, sepse me gjithat nuk më varet nga veç nga ne, në shumicën e thjesht, dhe më thonë në kuvend gjithmonë ekziston shumica e thjesht për shkak të peshës votës që e kanë deputetet e pozitës, dhe në këso raste unë nuk besoj që nëjherë kemi qenë, deri sot s'ka pas, dhe më thonë strategji të tilla që na kanë ardhur, dhe nuk kemi qenë refuzus, por unë jam idhtare prap me besu që për te integrimit horizontal që e përmendet ju, si koordinatore me krejt aktorët e institucioneve në platformën horizontale të qeverisë, mendoj që një koordinim shumë më i madh duhet jetë po ashtu edhe në nivelin vertikal me komunat e Kosovës, dhe me pas se si mundemi krejt këtë strategji që ju po e përmendni, që do të vjenë në kuvend, dhe besoj që do të na shërbejë të gjithëve pa dallim, domethënë në sfidat që mund t'i kemi edhe si familje ose si shoqëri, të ketë mundësi të zbatohen, se zbatueshmëria e shumicës e këtyre gjërave është në nivelin lokal pastaj. Pikërisht, dhe në fakt një sfidë që kemi është edhe mungesa e bashkëpunimit ndërinstitucional. Dhe kjo është një sfidë që identifikohet edhe në Konventën e Stambollit dhe jepet zgjidhje përmes rritjes ose të koordinimit ndërinstitucional. Ekzistojnë mekanizmat lokal për sa i takon dhunës në familje, po unë si koordinator nacional nuk kam as një lloj kontakti me to në këtë moment. Në strategji, një nga objektivat strategjik është pikërisht krijimi i këtij kontakti me ta dhe krijimi i një bashkëpunimi, koordinimi edhe me këta mekanizma në mënyrë për adresim sa më të drejtë të. A nuk ka pas rregullim të këtyre bashkëpunimeve, kontakteve që duhet me ekzistu, as ka pas zbatim? Ku është problemi? Ka disa sfida. E para që këto janë themelu përmes fondeve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Disa i ka themelu UN Women, disa i ka themelu OSBE-ja. Këto janë themelu dhe baza ligjore e tyre ka disa mangësi për sa i takon raportimit tek institucioni më i lartë. Në këtë moment, gjenden në një situatë ku raportojnë në komunë, raportojnë të Agjencia për Barazi Gjinore deri dikun, por nuk e kanë mënyrën atë hierarkinë e rregulluar në një formë të tillë që të mund t'i detyrosh për të ndërmarrë një veprim ose jo për të ndërmarrë një veprim, por në aspektin institucional t'i obligosh drejt një zgjidhje të caktuar. Dhe prandaj, një nga 4 objektivat strategjik është pikërisht rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional për sa i takon në dhunës në familje. Sepse kur të kemi një bashkëpunim ndërinstitucional më të konsoliduar në një farë forme, aktualisht betim gjejmë situatë ku unë i shoh në grup koordinues ndërministror, ne akoma kemi institucione që shkojnë duke ia vënë faj njëri tjetrit. Kryesues të institucioneve që thonë jo e ke fajin ti, jo e ke fajin ti, jo e ke fajin ti. Do me thonë, nuk është ajo qasja nuk është qasja e duhur për kundër këtij fenomeni multisektorial që e kërkon një përgjigje domosdoshmërisht multisektoriale të koordinuar, në qoftë se dëshirojnë të shohim sadopak sukses.
Në këtë rast, për fund, pra, çka është zgjidhja konkrete, edhe njerë po I kthehemi asaj pjesës, që na besoj në zyre nesër, këna me pas problem me arritën, me hap zyren, edhe mos me pas një përgjigje për viktimen e dhunës që sonte patëm me rrëfimin e saj prezent. Çka është zgjidhja konkrete që ka me ju ofru këtyre viktimave që mos me u kthy në ambientin e njëjtë ku janë dhunu. Dhe përmes kësaj që po synoni me miratu në qeveri strategjin, çka ka me konë ma konkretisht plani që me ofru integrim të këtyre grave përmes fuqizimit ekonomik. Pra, përveç këtyre projekteve konkrete, çka ka me konë diçka përtej qësaj që ka me ofru strategjia e që ka me mundësu integrimi këtyre grave. Kur flasim për fenomen, se ishte edhe pyetja e studentit fakultetit juridik që janë shkalun për sa I takon kriminalizimit. Përgjigjet lut na mos t'i mesin bërës. Shumë e rëndësishme, se është pyetje shumë me interes të veçantë, se ne kemi kriminalizu dhunën familje me idenë që do ta eliminojmë si fenomen, ose do ta reduktojmë, se nuk eliminohet, e dim gjithë se prap, dikush që është I dhunë shumë do të përfundoj tjeti I tillë, do me thënë do të kryej, ashtu si që është edhe për përkryesit e veprave tjera penale, por synimi I ndryshimeve në kod penal kanë qenë që përmes kriminalizimit do të kemi sukses në adresimin e fenomenit. Për fat keq jemi përballë në një situatë ku vendimet ndëshkuese kanë qenë shumë të pakta. Jemi përballë në një situatë ku edhe hetimet kanë qenë të limituara. Jemi përballë në një situatë ku edhe raportimet në polici I kanë mbyllur, nuk I kanë pranuar në një farë forme, I kanë nxitur gratë që të mos e raportojnë dhunën. Më mirë ktheu te burri, se të rrej një herë nuk do me thonë që të rrej 2 herë. Edhe nuk po e thonë këta, ma ka thonë një prokuror një gjë të tillë. Nëse një burrë rrej diko një herë, nuk do me thonë që ka me rrej për të dytën. Një prokuror? Për të dytën herë, po. A e keni denoncu këtë prokuror se mendësia e tij në sistem dyqysh është e papranueshme? Për që ata jemi të ndërmarrë një proces shumë të rëndësishëm, për këtë arsye unë jam përfshirë në një proces shumë të rëndësishëm që është vetingu në sistemin e drejtësisë. Po kështu individualisht, a e keni denoncu këtë prokuror? Është çështje mentaliteti, betem. Në fund të fundit është një çështje që nuk e kupton. Po kur kena pas raste të ngjashme kur na kanë thonë që këto prokurorët na e kemi denoncu. Me ju thonë të drejtën, nëse lexojmë një studim të rrjetit të grave, studim shumë I mirë. Tregojnë se si 57% të grave në Republikën e Kosovës pranojnë të kenë qenë viktima, pranojnë të kenë qenë subjektivizuara ndaj dhunës. Shuplak, dhunë psikologjike, dhunë ekonomike, të cilat I kemi vepra penale, kemi si vepër penale 2-3-4 në kodin tonë penal që ti cilëson dhe mund t'i ndjekësh penalisht personat, në fjallë mund të përfundojnë në burg deri në 3 vite burgim. Me pas kështë ndjek, po. Por, është edhe çështje mentalitetit përgjithshëm. Fakti që e pranojmë, shoqëria jonë, dhe këtë na tregojnë studimet, dhe një farë pike e pranojmë gratë tona, disa nga gratë tona e pranojnë që në qoftë se I hedh ma shumë krip se sa që duhet në drekën që ja përgatit burrit, e mundesh me meritu një shuplakë, ose shuplaka është e pranueshme për këtë punë. Kemi shumë punë për të bërë, edhe në sensibilizim të përgjithshëm kundër këtij fenomeni. Jo vetëm s'duhet ta lidhim me gatimin, se unë mendoj që ma shumë duhet gatyre edhe burrat. Që ndron studimin dhe di që mendësia është e përgjithshme, veç për mua është shumë shqetësuese nëse ne përfaqësuesi i institucioneve, këtë rast si prokurorisë, me pas një lloj asaj mendësie, sepse mundet me pas, do të thonë, pajtona që ka në shoqëri kësaj nivelit mendësisë, nuk e mbajtëm me përcindjen që e thatë. Ama jo edhe me pas pritje që një prokuror te prokurorët e kemi një situatë që është pozitive, t'ju tregoj vetëm diçka. Te prokurorët e kemi prokurorët e profilizuar për sa I takon dhunës në familje. Dhe jo çdo prokuror e adreson dhunën në familje. Do me thënë, nuk janë me numër ata prokurorë që merret me dhunë familje. Një prokuror I jashtëm, po nuk ma ka thënë një prokuror që merret me dhunë familje, konkretisht. Por e thot dikush tjetër, por është dikush që, po cili do qytetari I Republikës, mendoj. Mund tjetë edhe një gazetar, po mund tjetë, nuk mendoj që në fund të fundit, ne duhet punojmë me një sensibilizim të përgjithshëm kundër dhunës. Edhe ne duhet punojmë në një sensibilizim të përgjithshëm që vajza peshon njëjtë sa djali. Kur ti peshon barabart, këta ne kemi dhënë zgjidhje dhe një farë pike. Këto që I shtjelluat qëndrojnë mirë, po tash na po arrim që në këtë rast me I vetëdisu një kategori të grave të cilat
po e denoncojnë dhunën. Dhe denoncimi i dhunës po përfundon me arrestim të dhunusit dhe me strehim të kësaj viktime për një periudhë kohore. Apet e kam hallin shumë këthy nesër në zyre. Ato pas 6 muajve nuk kanë ku me ja majtë. Dhe përgjigja në pyetjen se ku ki me ja majtë, nëse familja kanë me pas problemet majtë me mbjetu, përgjigja është nuk e di. Edhe mas kësaj nuk e di, në shumë raste që i ka trajtuar Rita, përgjigja ka qenë që nështë du të me konsideru edhe mu këthy prapë, sepse për hatër të fëmijëve, nështë është mirë me dëru edhe dhunën se nuk po muj me mbjetu. Në fakt, unë po më kujtoni një diskutim që e pata para pak ditësh. Me një vajzë shqiptare, vetëm pak, me një vajzë shqiptare që bën doktoraturën e saj, pikrisht për aspektin e dhunës në familje në SBA, e cila, me cilën diskutuam kriminalizimin edhe praktikisht dekriminalizimin, e cila është fryma aktuale, që fryma e re, që do me thënë është një hap tutje, është akoma një hap më largë, një hap më përpara, le të themi, se në fakt më largë i bjen, po përsa i takon fenomenet. Dhe, kur diskutuam me të, ajo, synimi sa ishte, do me thoni, ideja sa ishte që po synuat kriminalizim, po thatë të përfundoj në burg, i futët në burg, do dalin prej burgu, dalin ma të dhënshëm. Dhe në fakt, në qoftë se lexojmë studimet, mësojmë që personat, femicidi, rastet e grave që përfundojnë me vdekje, që i vrasin burrat, dhe rastet e grave që përfundojnë që bëjnë edhe vetë vrasje, praktikisht e lidhen me partner të cilët kanë qenë njifen nga sistemi drejtësisë penale. Dhe do me thënë si rrjedhoj kanë qenë janë raportuar, janë burgosur, kanë dalë nga burgu, pastaj kanë viju me këtë dhunën e më Krejt në fund përgjigja e shkurt, ma eksplicite, çka është konkretisht zgjidhja për këto gra, për fuqizim ekonomik të tyre? Zgjidhja është në mbështetje nga gjithë secili prej nesh. Institucionet, se na individualisht ka njerë po merrem me disa viktima edhe si njerëz, sepse i bashkëndjejmë vujtjet e tyre. Po institucionet, çfarë zgjidhje ofrojnë? Institucionet tash me veprimet, me aktivitetet në strategji, e forcojnë strehimore, Punë, që shka me zgjedh punë kjo viktim? Punë, disa opcione, beti mund t'i listova, biles që po i lexoj se i kam këto, veç një sekund. Shkurt se është krejt në bjullja. Identifikimi shkathësive, ofrimi mundësive për punësim, fonde për grante për punësim, lehtësi për bizneset cilat i punësojnë të mbjetuarat në fjalë, subvencionim i të punësuarve. A mundët më boni zgjidhje që që rekomandoja Rita që të ketë një lidhjet kontratës për shembull përmes marrëveshjeve që mund t'i bëni me biznese për 2-3 vjet. Me ju ofru qëndrueshmëri. E kemi një marrëveshje të tillë. Ta marrim së përgjigje. E kemi një marrëveshje të tillë. Realisht ka pas shumë probleme në zbatim. Dhe çka po synojmë, po prit, jemi të ndërmarrë nismë, prandaj është parashiku si aktivitet në strategji, sepse unë e kam shumë për zemër një gjë të tillë. Unë mendoj që në qoftë se arrim t'i fuqizojmë ekonomikisht gratë, ne kemi gjetë çelësin e suksesit për t'i shkëputur nga dhuna. Faleminderit shumë zonja Uza, nëse keni 10 sekondë sepse u kry. Unë zgjidhjen e shoh shumë më shpejt në bashkëpunim me sektorin privat se sa tek shteti. Tek shteti gjithmonë duhet mi kalu procedurat e punësimit dhe nuk e shansë edhe nëse është dikush viktimë ose rast social pa kalu në për një filtre dhe pa i plotsu kushtet. Prandaj te sektori i bizneseve private kemi biznese të kategorive të ndryshme me mundësi nxitse, si e para, dhe si e dyta që lidhen me bizneset dhe si e dyta pa e kapitalizu lidhjen e nivelit qendror dhe këtë zbatueshmëri të strategjisë nuk mund ta bëjmë vetëm me politika në nivel qendror. Zbatueshmëria është nivel lokal. Pa i kapitalizu institucionet në nivel lokal, jo OJQ-t. OJQ-t nuk kanë detyrim ndaj shtetit. Bëjmë punën e tyre, profitizohen, e ndihmojnë procesin. Jemi krejt në sekondat e fundit kemi kalu. Ju falenderoj shumë për kohën dhe kontributin që dhat. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për sonte. Gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike tempus@koa.net. Deri në emisionin e radhës nga unë Betim Musliu, mirëmbëjtje.